Të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Javëve të fundit, sistemi i drejtësisë u trondit nga lajmi se 3 të dyshuarit për aferën e 1 milion eurove të sekuestruar në Mërdar u lanë jashtë paraburgimi. Dosja 1 milionshit vazhdon të jetë çështje në diskutimit të thellë, ndërsa ende nuk ka një adresë të saktë se cilët zyrtar janë përgjegjës për dështimin e caktimit të paraburgimit. Hetimet e rasteve me vlera të mëdha janë në vazhdimsi sfida për prokurorinë e shtetit. Sonte do shkojmë në Gjilan. Atje jemi sinjalizuar se një rast në një vlerë prej 2.5 milion eurosh është mbyllur në prokurorinë e Gjilanit. Rrugtimin tonë ka inicuar një dokument të cilin ekipi ynë ka zbuluar në prokurorinë e shtetit, i cili shpreh shqetësime se prokurori i rastit i cili kishte hetuar rastin me vlerë milionshe nuk ishte qenë kooperativ me njësinë elite të policisë të cilët janë të specializuar për të hetuar krimet ekonomike e korrupsionin. Përfundimisht rasti është mbyllur dhe të dyshuarit janë lënë të lirë bashkë me vlerën e mallit të dyshimit. Biznesi i shitjes dhe blerjes së arit në Kosovë është një veprimtari e cila zhvillohet në të zezë dhe krijon shumë përfitime për artarët të cilët importojnë, shesin dhe tregtojnë arin pa përfillur procedura doganore, ato të tatimeve dhe rregullat e Ministrisë së Tregtisë. Në rajonin e Gjilanit një informacion inteligjent i cili identifikonte 6 artarë, të cilët sipas informacionit banin në depot e tyre ari të padeklaruar, kishte shërbyer për themelimin e një grupi të përbashkët në mes të Policisë së Kosovës dhe doganës së Kosovës. Ekipi apo task forca ishte krijuar në Prishtinë dhe arsyetimi për themelimin ishte i qartë. Artarët e Gjilanit mund të kishin lidhje me akterët lokal të hetimeve dhe për këtë çështje, një task force nga Prishtina do hetonte rastin. Rezultatet nga task forca ishin një shok për publikun. Në një operacion blitz të zhvilluar nga ekipet e specializuara të krimeve ekonomike dhe ekipet e antikontrabandës së doganës, në 6 lokale u zbuluan 33 kg ari, i cili rezultonte se ishte pa dokumentacion. Pamjet e operacionit u shfaqen në publik, duke treguar një sukses të paparë të institucionet të zbatimit të ligjit. Por suksesi nuk mund të përfundoj vetëm me një video material. Sipas ligjit, luftimi i krimit të organizuar, ashtu siç ishte ky operacion i titulluar, duhet të përfundojë me të dënuar dhe ari të konfiskuar. Disa muaj më vonë në zyrat e prokurorisë së Gjilanit, saktësisht në zyrën e prokurorit Adnan Hajdari, 6 pronarët e argjentarëve ku u zbulua ari me vlerë 2.5 milion euro u lirua nga hetimi, pra dolën të pafajshëm. Bashkë me pafajsin, atyre ju kthye në posedim edhe çdo gram ari i cili ishte sekuestruar nga dyqanet e tyre. Sipas ligjit, prokurori në situatë kur nuk ka prova edhe mbyll hetimin. Por në këtë rast, ne kemi siguruar një dokument i cili për publikun dhe prokurorin duhet të jetë një alarm serioz. Disa ditë pas mbylljes së hetimit, ekipi hetimor i cili kishte hetuar rastin nga Policia e Kosovës i është drejtuar me një shkresë U2 kryeprokurorit të shtetit të asaj kohe Besim Kelmendi. Në këtë shkresë, e cila është dorëzuar tek Besim Kelmendi, konstatohet një rrethon shumë e rëndësishme. Ekipi special i cili ishte përcaktuar në Prishtinë ishte përjashtuar tërësisht nga veprimet hetimore të ngjarjes. Letrën të cilën ekipi e ka dërguar në prokurori ngrit dyshimet që vendimi i prokurorit për mbylljen e rastit është marrë pa u zhvilluar të gjitha hetimet. Po i lexojmë disa prej shqetësimeve të ngritura. Parashtroi shqetësimin ndaj një vendimi të nxjerrë nga një prokuror i prokurorisë themelore në Gjilan, në lidhje me një rast penal që është hetuar dhe më pas janë pushuar hetimet në rrethana që vlerësohet se janë të pabazuara në prova të mjaftueshme dhe në kundërshtim me objektivin ligjor që kërkohet nga organet e ndjekjes. Pas veprimeve të ndërmarra ditën e aksionit, policia ka pasur bashkëpunim me prokurorin vetëm në fazën kur është nxjerrë vendimi për sekuestrim të përkohshëm të mjeteve të sekuestruara dhe nga atëherë është vërejtur një mungesë e qartë e bashkëpunimit të prokurorit me njësinë e hetimeve të caktuar për këtë rast. Kjo letër shikues të nderuar është dërguar në prokurori nga hetuesit e rastit të cilët pa kënaqësinë për punën e prokurorit e kishin shprehur pak ditë pasi kuptuan se prokurori i kishte lënë të lirë të dyshuarit dhe kishte vendosur ta kthej arin në vlerë prej 2.5 milion euro tek artarët e Gjilanit.
Prokurori i këtij rasti është Adnan Hajdari. Letra e hetuesve të policisë tregon se prokurori nuk kishte qenë bashkëpunues dhe nuk kishte dhënë mundësi që rasti të hetohej deri në fund. Sipas ligjit, pas pranimit të kallëzimit penal, policët veprojnë vetëm me autorizimet e prokurorit. Letra e hetuesve të policisë pretendon se hetuesit kishin tentuar që në 2 apo 3 raste ta bindin prokurorin për të dhënë autorizimet për të hetuar rastin deri në fund, por tentativa kishte qenë pa suksesshme. Në 2-3 situata, hetuesi i lëndës ka shkuar te prokurori i çështës për t'u interesuar për veprime tjera apo autorizimet për veprime të përbashkëta me doganën dhe ATK-n, sikurse praktikat e mëparshme. Por nuk kemi pranuar asnjë autorizim në lidhje me këtë hetim, duke lënë të kuptohet se prokurori është duke I marrë veprimet vet. Përpos njoftimit se hetuesit nuk janë angazhuar nga prokurori për të dhënë kontributin në hetimin e ngjarjes, letra zbardh edhe një pretendim tjetër. Hetuesit kërkonin që çështja të rishqyrtohet pasi ata besojnë që ka prova të mjaftueshme. Tash së fundmi jemi njoftuar me vendimin për pushimin e hetimeve nga prokurori. Vlerësoj që pushimi I hetimeve në këtë rast është bërë pa zhvilluar të gjitha veprimet hetimore të nevojshme dhe në mungesë të vlerësimit objektiv të provave ekzistuese. Në mungesë të komunikimit nga ana e prokurorit me neve, nëse gjeni formë të kërkimit të përgjigjes që mund të rishqyrtohet vendimi I marrë për pushimin e hetimeve dhe të zhvillohen verifikimet e nevojshme, cilat munden me qenë shkaqet që ka ardhur deri te një përfundim I tillë. Kjo letër, shikues të nderuar, është dërguar në adresën e ish ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi. Ai në një komunikim telefonik me ekipin ton ka konfirmuar përmbajtjen e letrës. Kelmendi na ka konfirmuar po ashtu se trajtimin e pretendimeve në këtë rast e ka bartur tek kryeprokurori I Gjilanit Arben Kadriu, I cili sipas procedurave mbikëqyr punën e prokurorit Adnan Hajdari. Thirra në lidhje me një shkresë e kena marrë një dosje dhe jena tu e trajtu. Këtu po flitet që policia krime ekonomike, dikush prej departamentit aty, e ka dërguar një ankesë te ju me u anku për një prokuror në Gjilan për mbylljen e një hetimi rreth sekuestrimit të 33 kg ari. Me 16/07/2025 e kam referuar rastin te Arben Kadriu, kryeprokurori I Policisë të Melore në Gjilan. Po thjesht me qenë se ajo është autoritet përgjegjës në bazë të ligjit për punën e prokurorëve në prokurori, e kam referuar te ai. Në rregull, nderuar. Faleminderit shumë. Lutem. Fatin e këtij pretendimi është pothuajse e pamundur të gjurmohet. Kryeprokurori I Gjilanit Arben Kadriu nuk ka pranuar në asnjë situatë intervistohet apo të kthejë email për të adresuar pretendimet për varësin e tij. Para kamerës në këtë rast ka refuzuar të paraqitet edhe protagonisti prokurori Adnan Hajdari. Ai është përgjigjur në telefon shkurtimisht duke na referuar t'i dërgojmë pyetje në email. Përshëndetje prokuror. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej kallxo.com. Dashta me të pyet në lidhje me një rast, ju e pas kit mbyll, po I kena pranu disa pretendime që dash të me I sqaru me juve, për një rast nëse të kujtohet, janë arrestu 6 persona për 33 kg ari, argjentar në Gjilan. Edhe paka shumë që na interesoj është për dëshmitarët kush janë konë ti rasti, çfarë hetimesh janë marrë edhe qysh ka ardhur deri te mbyllja e rastit. Aty janë një sër veprime shumë ta, po kështu me ju mundi më drejtu syret për informim edhe kështu në mënyrë kronologjike detajume japin se tash në përmes telefonit s'fomuj edhe me ta me elaboru me t'i dhona ato sqarime. Okej. Se qysh I kena vlerësu provat një nga një. E dëshmitara ka pas edhe tjera veç familjar tyne? Dëshmitarët nuk kom kujtohet tash a janë konë krejt familjarë apo ka pas edhe tjerë. Veprime kundërmarrë, gjitha veprimet I kundërmarrë aty, nuk ka pas furgjo prej prokurisë që kena lënë pa ndërmarrë. A bëni nderu me armët intervistuna, më u taku me juve, me na I tregu nëse veç edhe na I don me na I tregu çto prova cilat janë konë për shkak me I mshel çdo dyshime që cilat janë. Po tash ju është mirë më drejtu zyrës të prokurisë, pastaj na në koordinim me kryeprokurorin dalmi ose unë ose qysh do që e vendosë, se e kem domethënë një farë. Po ja dërgoj një email prone edhe masa ne I mbesim kontakt.
Për ta kuptuar në esencë shikues të nderuar, këtë dosje duhet të lexohet edhe kallëzimi penal, por edhe aktvendimi për mbylljen e hetimeve. Plani për të zhvilluar hetimet sipas kallëzimit penal ishte nisur me 13 maj 2024, ku në një takim diskret policia dhe dogana dakordohen për operacionin special në Gjilan. Mbledhja e informacione fillon menjëherë pas këtij takimi. Edhe 5 ditë më vonë konfirmohen autorizimet policore dhe me konsultim paraprak me prokurorin Yusuf Sadiku dhe kryprokurorin Arben Kadriu, zyrtarët policor dorëzojnë raportin informues në prokurorinë e Gjilanit. Dakordimi pas këtij raportimi është që për të siguruar prova me datën 1 qershor të zhvillohet një operacion i gjerë kontrolli. Tërheqja e parë taktike nis një ditë para operacionit. Hetuesit flasin në telefon me prokurorin Yusuf Sadiku, por i njëjti sugjeron që për planin operativ të kontrollit të njoftohet dhe të konsultohet prokurori kujdestar. Tërheqja e prokurorit Sadiku nga rasti nuk është sqaruar në detaje as nga prokurori Sadiku. Përshëndetje prokuror. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej kallëzo.com. Dashta me të pyet për një rast koka pak ma i vjetër, po e që në kallëzim penal po thotë që ju keni qenë të njoftuar për këtë punë, ju dhe kryprokurori i Gjilanit. Bëhet fjalë për rastin e Arit. Ndërsa, jam duke ime nëse onë, shkone për mëndëtore, po më shtras bëjëge voliminos, çka ki nevojë drejtoje me shkrim edhe prokuroria ka të zëvendësën edhe t'i kthen përgjigje. Se jam të hi veç, jem shërtim gjyqësor të hi tashte. Ama po i nderumi kum qu, po s'm kanë kthy kur farë përgjigje në raport me qëto. Këshira, jam ata zyrtar kompetent prokurorisë. Ama po përmend atë në ju të nderuam, këtu po thotë që ju i keni autorizuar për mi marrë çdo veprime në fillim. Ndërsa, me shkrim, merr përgjigje edhe vazhdo më tutje që kaq. Tjetër nuk di çka më thonë se jam të hi shërtim gjyqësor. Pa prokurorin me të cilën ishin ndarë informacionet fillestare, kontrollet nisin një ditë me vonë. Rreth mesditës së datës 1 qershor, nga Prishtina drejt Gjilanit, nisën së bashku njësia antikontrabande doganës së Kosovës dhe hetuesit e drejtorisë kundër krimeve ekonomike të policisë. Ata kontrollojnë 7 lokacione në Gjilan. Në 6 prej tyre gjejnë ari dhe paratë të padeklaruara. Zotri Azemi, po flasim për majin ose qershorin e vitit 2024, ju keni filluar një hetim rreth disa pretendime për mall të kontrabanduar apo edhe tregti të ndaluar në Gjilan, rreth disa argjendarive. A mundesh më na tregu për çka konkretisht bëhet fjalë? Ja, falënderit. Nëse më kujtohet drejt në atë kohë, rasti është nisur nga një informatë anonime, ku një qytetar i është drejtuar doganës së Kosovës dhe policisë së Kosovës me një informat për prezencën e mallit të kontrabanduar, si dhe mundësinë e involvimit të zyrtarëve doganor dhe policor në facilitimin dhe lehtësimin e asaj pune dhe tregtinë e paligjshme nga ato kompani, nga ato argjentari. Pas pranimit të kësaj informate, ne jemi koordinuar së bashku me policinë, drejtorinë e hetimeve kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit, konkretisht sektori për hetimin e korrupsionit, dhe kemi kryer një kontroll. Gjatë kësaj kontrolle, në disa lokacione, nuk më kujtohet sakt numri i argjentarive që janë kontrolluar, mirë po është gjetur një sasi e konsiderueshme e arit, e cila ka qenë pa dokumentacion përcjellës. Pa dokumentacion i cili tregon se ato mallra janë të importuara, zhdoganuara apo blerë në brendi me ndonjë kupon fiskal që argumenton se janë shitur nga një biznes legjitim. Ekipet elite nga Prishtina kishin informacione se në Gjilan operacioni mund të kompromentohej. Operacioni me hetuesit e doganës nga qendra rezulton me gjetje të mëdha. Plot 33 kg ari zbulohen në sirtaret e artarëve. Për mallrat nuk ka dokumentacion për përjardhjen. E gjithë sasia ka një vlerë prej 2.5 milion euro dhe sekuestrohet nga ekipi hetimor. 6 persona arrestohen e me pas mbahen në arrest shtëpiak si të dyshuar për tërë këtë sasi. Në ndërkohë, hetimet duhet të zhvillohen tutje, si shkruhet në shkresën e policisë, hetuesit në disa raste paraqiten tek prokurori Adnan Hajdari për t'i kërkuar udhëzime dhe autorizime për të siguruar prova për të dokumentuar fajsinë. Por në zyrën e prokurorit Hajdari nuk lëshohen këto autorizime. Prokurori vendos që vetë të zhvilloj hetime për prejardhjen e arit. Çka ndodh brenda prokurorisë dokumentohet në vendimin përfundimtar për përfundimin e hetimeve. Sipas të njëjtit, artarët arrin të dalin paq nga hetimi, duke pretenduar se ari ishte i familjeve të tyre, të cilët e kishin deponuar në sirtaret e dyqaneve të arit
për arsye sigurie. Për të argumentuar këtë pretendim, martarët sollën në prokurori gratë, vajzat e fëmijët e tyre, që i thanë prokurorit që ari i pa deklaruar dhe pa dokumentacion ishte i tyre. Të gjitha këto deklarata u morën të mirëqena, ndërsa hetuesit special e financiar nuk u përfshin për të tentuar të vërtetojnë të kundërtën. Të paktën kështu shkruhet në notën e protestës së policisë për sjelljen e prokurorit Hajdari. Prokurori Hajdari në emailin e tij me shkrim ka thënë se ishte policia dhe dogana ajo që nuk solli prova të mjaftueshme. Sa i përket faktit se sasia e arit është gjetur e ruajtur në kasaforta brenda lokaleve, është vërtetuar se ari ndodhen në kasaforta të posaçme sigurie. Sipas deklarimeve të pandehurve, jo e gjithë sasia e arit ekspozohet për shitje për arsye sigurie, ndërsa një pjesë e tij pretendohet të ketë qenë pronë personale e familjarëve, e ruajtur në ambientet e lokaleve për shkak të rrezikut nga vjedhjet. Fillimisht pretendimet e të pandehurve nuk janë marrë për bazë. Megjithatë, gjatë hetimeve përveç proces verbaleve të kontrollit dhe sekuestrimit të përpiluar nga policia dhe dogana, të cilat kanë qenë provat e vetme të bashkangjitura kallëzimit penal, nuk është paraqitur asnjë provë tjetër mbështetëse. Po ashtu, gjatë fazës hetimore nuk është arritur të sigurohen prova shtesë bindëse që do të përmbushin standardin e dyshimit të bazuar mirë për veprën penale të pretenduar. Pra sipas prokurorit, policia dhe dogana nuk kishin sjellur mjaftueshëm prova mbështetëse. Kemi kërkuar nga prokurori që të na ofrojë të dhëna, se të cilat prova të policisë mungojnë, por ai nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Në proces për të mbyllur hetimin special të policisë, prokurori ka vendosur të intervistojë dhe t'u afal besimin deklaratave të familjarëve të biznesmenëve. Këta dëshmitar shikues të nderuar nuk u propozuan nga policia, por nga biznesmenët e arit. Dëshmitarët e propozuar dhe të dëgjuar kanë qenë kryesisht familjar, por edhe personat e tjerë jo familjar, të cilët kanë deklaruar se një pjesë e arit të sekuestruar ishte pronë e tyre personale, e ruajtur në kasafortet e lokaleve për arsye sigurie, duke përmendur edhe raste konkrete të vjedhjeve në banesat e tyre. Prokurori i shtetit duke vlerësuar secilën provë individualisht dhe në tërësi, pas krahasimit të tyre me provat materiale dhe në mungesë të provave kundër argumentuese, që do të vërtetonin të kundërtën e pretendimeve të paraqitura, këtyre dëshmive u është dhënë besueshmëri. Përfundimisht, hetimi i prokurorit Adnan mbyllet me vendim për pushim të hetimeve, ndërsa 2.5 milion euro vlerë kthehen tek pronarët. Ekipi ynë ka kontaktuar me të gjithë të apostrofuarit të këtij hetimi. Sasia më e madhe e arit ishte sekuestruar në biznesin e Xhemail Bajramit. Atij u sekuestruan rreth 14 kg ari. Apo flas me Xhemail Bajramin? Jam Ber Mustafa, jam gazetari kallzo.com. Aksionit të policisë që ka ndodhur me 1 qershor të vitit 2024, e cak i kësaj bastisje u kanë edhe argjentaria ju. E dashta veç me i marrë sot dhana se na e pam që ish mbyll rastin prokurori. Po qysh e keni dëshmu ju që ata ari u kanë juve, a din më na i tregu pak çto prova çfarë dëshmitar keni pas? Ato janë me letra këta, po nuk droj pas janë shitje edhe qashtu. E sa kilogrami u kanë marrë juve? 14.450. E pse u kanë marrë atëherë nëse i keni pas me letra? Atë kujtohet? Po se di diçka një tendencë ka, mo pe kujt se di. Po se këta na i sinjalizus konkurrenta ku me dy. Nuk dim më të përgjesh përveç, nuk dim më të përgjesh. Po e qysh e ke dëshmu ti para prokurorie që ky ari u kanë imbulu me letra? Po s'pëtyve ajo dëshmit janë këtë janë zyrtare aty, këtë dëshmit aty, dëshmia u konë se ajo na kemi pas do të shigume, edhe kemi rujt në sef tonë, se s'kemi të veçantë, se s'kemi ku me rujt, s'kemi se qënë ku i runë, në ato ka zblemi, e pare në bankë zë të shti për shkak të inflacionit, edhe qashtu, në argjentari, Po, pe kuptoj, po në dokumentat prokurorisë po thotë që shumica janë kanë familjar këta dëshmitarët. Po, ka pas familjarë dhe ka pas me letra. Kani ke pas ti dëshmitar? Po, i kum pas grujen dhe fëmijë. E a mundesh me na ofru na i dëshmi nderum që ato që i ke dhënë prokurorisë për shkak na i tregu me ardhna atje me i pas? Me këshyrë se ato
dokumenta së dje, guxojmë të edhe unë me ke prezentu. Po të paktën veç me na tregu qyshe ke dëshmu para prokurorie se dëshmitarët e kenë konë veç familjarët e tu. Po të familjarëve në kone, e trashëgimi ju konë, me që i kalon që i kalon babyshi. E qëto lidhet me policinë dhe me doganjerë që ju kanë thonë që ju i keni. Pse ju kanë thonë kështu? Kush ka thonë? Që aty në qatë letrën që në qatë kallëzimin penal t'juvin, shkruan që ju keni lidhje me doganjerë dhe me policë. Ja, për një dhe s'kanë thonë, po dhare që të kunë pas ka thonë. Për që ajtë sinjalizusin dhe pas ka thonë. Jo, për që ta gjasht të arrestumit, po flasune. Ja, të s'ka lidhje, heqa të punën dhe në zdi që s'ku pa në dokument që shkruan ajo, edhe s'ka ku kush lidhje me kërkan. Unë që të kallëzimin penal e kam përpara, po thëtë që është dash me arë policia për i Prishtine për shkak të dyshimeve se ju keni lidhje me zyrtar policor dhe me doganjerë. Ja, vëllai, ato dyshime unë së dishëm. Dëshmitarët a i ke propozu ti, a kush i ka propozu? Propozu normal unë e kom propozu se jem konë dokumenta, që ata dëshmitarë jem konë, që ata që jem konë dëshmitarë, ata po jem konë ata deklarata në mëntynë jem konë. Gjemajli duke përdorur deklaratat e familjarëve argumentoi se familja e tij ka 14 kg ari të ruajtur në depot të dyqanit të tyre. Prokuroria u besoi këtyre deklaratave dhe Gjemajli bashkë me arin u kthye në shtëpi të lirë. Situata ngjashme është edhe në biznesin e Sedat Morines. Edhe ati i kthehej në shtëpi 8 kg ari me pretekst të ngjashëm që ishte ari i vjetër e i ruajtur nga familja. Apo flas me Sedat Morinen? Po? I nderuar jam Behar Mustafa, gazetari kallxo.com. Po? E thira në lidhje me Argjentarin, Po? në datën 1 qershor të vitit 2024 ju e keni pas një kontroll prej doganës edhe policisë, ku është sekuestruar një pjesë e arit. Masandej, me një vendim të prokurorit u kthy ajo. Po? Edhe po më intereson veç me të pyet a u konim sheft ky ari që ju shpretendon dogana në për që si farë bunkere depo a qapi thojnë këtyne? Që në sef më rejtë, që të në që se u konë. Në sef u konë a u konim im shefun? Që të të sefi konë, sef më ngerë, që të që u konë. Se dalon, a përdin bunkere që shpithojnë këta prej sefit që është kështu i hapun. Okej. Unë me policë më apëtë, unë e kësë, s'krish mu t'i shka. Jo, veç muna me thirë ma vonë, nëse do në veç mu bimë mas qaru që shka ndodhë që ke punë. Me deklaratat e familjarëve, biznesmeni Afrim Hasani arrinti dëshmoj prokurorit se rreth 6 kg të arit ishin të familjes dhe nuk ishin mall i kontrabanduar apo i pa deklaruar. Kom thirr në lidhje me një bastisje që ju ka ndodhur juve në mesin edhe 5-6 argjentarive të tjera në Gjilan në qershor të 2024-s, nëse të kujtohet. E dashta me të pyet për mënyrën qysh e keni dëshmu edhe pse ka ndodhur që kjo punë atëherë dhe qysh e keni dëshmu ju se Pse ka ndodhur, dhe dina ta që ka ndodhur, unë nuk e di pse ka ndodhur. Ato dëshmit e kemi quna gjyq krejt, atje janë. çfarë dëshmish keni pas aty nderum? Dëshmit tona kemi pas letrat krejt. Qa kemi bleri e familjes e tonat e qashtu. E dëshmitar të rastit keni pas ju? A i keni pas familjarë? Nave që kemi që letrat krejt, qka dohet edhe qaq, kur që tjetër. Ata i kanë mbyllë lëndë gjyqin, a i ka kryu edhe qaq, kur që tjetër. Dhe që pas që dëshmitar po del që ishin familjarë t'ju, tonë. Po sa me familjarë ke punë, as ke punë me ljës të ujë. E kuptoj. Ke punë familjarë, me familje po në i këto. Në shkulloj me që përkani, s'ka mas punë të ora, se na i kemë që 4 vjetë që të jo. Pastaj 1986. E a është e vërtet që qytetari e keni pas në msheft në për sirtar e në për sefa? Jo, sa private tona të janë, valla, ti shtëpia e man msheft e man çel në pas arin tonë. Po dhe veç nuk në dyqanin nderum Dyqan kalim kanë vjedhë në shpetri 4 herë, dyqan kalim kanë vjedhë dhe i këtë vjedhë atë polici. Edhe në që kom që kejtë, po mëse kom i mojtë të konë dyqan. To e sene private tonat. Qështu, e tjera dhjetë ati atje në gjyqë shkolli, ati i këshë në gjyqë nga ka liru, na i ka kësë tjetër s'di qa me thonë.
Shikus të ndëruar, bastisjet në këtë rast janë zhvilluar në 6 dyqane të arit. Në të gjitha dyqanet, të gjitha familjet kishin vendosur që arin të ruaj një trajshëm në dyqane, e jo në shtëpitë e tyre. Ajo që shihet në vendim për pushimin e hetimeve është se prokurori u besoi të gjithëve një trajshëm. Deklaratat në këtë formë u përdoren edhe për mbylljen e hetimit për Agron Osmanin, biznesmenit të cilët ju sekuestruan 3 kg ari. Alo, përshëndetje ndërum. Apo flas me Agron Osmanin? Ber Mustafa, gazetari kallxo.com. Thirra në lidhje me një bastisje që e keni pas në qershor të vitit 2024, ku është bastisje edhe argjentaria ju. Edhe na e pam që prokurori e kishte mbyll rastin, po ajo që ka dashta me të pyet është për qëta dëshmitarë, qëta ari që ja u kanë sekuestru juve. A ki po që kam mbyll prokurori Landena? Po e kum po. A të ditën e mirë, për zotri. Edhe në biznesin e Naser Nezirit ishin sekuestruar rreth 1 kg ari. Neziri thot se ka poseduar fakturat për arin e sekuestruar, por që nuk ka mundur t'i prezentoj në momentin e sekuestrimit, e të cilat i ka prezentuar më vonë në prokurori. Neziri tregon se ari i tij nuk është gjetur i fshehur, por ka qenë i ekspozuar për shitje. Alo. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Apo flas me Naser Nezirin? Po. Thirra në lidhje me një kontroll që e keni pas në argjentari ju në qershor të vitit 2024. Po e shoh që vlerat e tjera dhe sasia u kon pak më e vogël në krahasim me këta tjerë, po veç dashta me të pyet qysh e keni dëshmu edhe çfarë ari ju kanë marrë juve atëherë dogana dhe policia. U kon me normal kështu. I kom pas fakturat krejt. Këtë me faktura i kom pas. Ka njerë ki po kur kinë qëfar stresi ki ka njerë. Okej. Edhe kur ma kanë marrë madhe, më thonë që ku janë këto faktura, po kupton, se kur u kry ketë, unë e ki po të saluar kontabiliteti që është, edhe unë i kom thonë, që ditë, si me sa dëshmoj, unë që ditë e mshete dhe të qëfë jashë më më kur s'krejna këto. Edhe të një me dëshmi dhe prokurorit i kom thonë, që atë moment që i kitë një sen që nuk është diçka rregull, që nuk është që i kum pas me këtë faktura këto, këtë i kum pas. Fakturat, i kum pas ato letrat që i kum ble, tjetrat i kanë marrë senet edhe të mështerit që i kum pas, unë s'kum pas sasi shumë, unë i kum pas 900 gram që shtë të shumë. Po, a keni pas mallin që ashtu në për sefat më sheft që është pretendon doganave? Ja, as pak s'kum pas më sheft, as kur gjajsh këtë regull u konë, këtë regull. Ku e ke pas ti ata mallin që ta kanë marrë? Bash aty tavulin, kur gjë tjetër. Edhe qashtë e kum dëshmu, qashtë e kam ke. Shikus të ndëruar, në procedurat e bastisjev, para se operacioni kontrolit të nisë, policët dhe doganierët parashtrojnë një pyetje të thjeshtë. Nëse brenda hapësirau, ka diçka ilegale. Në dokumentet që ne i posedojmë, nuk është përmendur në asnjë rast që në nisjet e bastisjev, pronarët kanë deklaruar se kanë arit të familjes së tyre. Rreth 800 gram ari ishin sekuestruar edhe në biznesin e Driton Emrullahut, por tek ai ishin sekuestruar rreth 13.000 euro dhe 9.000 franka zvicrane. Alo. Unë jam Ber Mustafa, jam gazetari kallxo.com. Ju e keni pas një kontroll prej doganës edhe policisë në qershorin e vitit 2024. Ata po pretendojnë që e kanë sekuestru do dukat aty, edhe ajo konim shefun e për depo e prokurori e ka liru masandej. A mundesh veç me na tregu që shka ndodhë që kjo punë? Po me tregu drejt, na që dha fakte që i kina pas, i kina deponu të prokuroria. E për më shumë informacione, më me kontaktu ata dhe me shiku shkresën e landës. Okej, veç shkurt pro atëherë këta dëshmitarta, i ke pas familjarë dhe ti, si këta tjerë? Jo, ka pas, jo, nësa e maj men, ka thonë e jëmë konë kresë kështu, që nuk i kom njohë, do i kom njohë si klienta që për shamull që 10 vjetë, 20 vjetë marrë e regullisht, e na? E qka ka dëshmu ata që ja u kanë shit juve atarja qysh? Për më informacionve dhe të më pjote me ki atë shkresën të prokuroria, kredo me thonë landa që a kena deklaru krej. Emrullahu na tha se të gjitha faktet merrni tek prokuroria. Ne jemi kthy edhe një herë dhe ju kemi shkruajt email prokurorisë. Kemi kërkuar sqarime nga kryeprokurori Arben Kadriu,
por s'kemi marrë përgjigje. Kemi kërkuar sqarime e përgjigje edhe nga prokurori Yusuf Sadiku, por asaj nuk ka kthyer përgjigje. Nëpërmjet emailit, përgjigje vetëm një herë ka kthyer prokurori i rastit Adnan Hajdari. Prokurori Hajdari, i cili sipas ligjit është udhëheqësi i hetimeve, po pretendon se policia dhe dogana nuk kanë siguruar prova të mjaftueshme që kishin me argumentu kryerjen e veprës penale. Ne këtu e kemi pyetur prap prokurorin Hajdari, të na e dëshmoj se sa herë ka kërkuar nga policia dhe dogana që me sjell prova apo dëshmi të reja, por i njëjti nuk ka kthyer përgjigje. E për familjarët e të dyshuarve që ishin dëshmitar, kjo është përgjigje e tij. Prokurori i shtetit ka ndërmarrë gjithashtu veprime hetimore në bashkëpunim me policinë dhe doganën për të verifikuar nëse ekzistojnë elemente të ndonjë vepre tjetër penale, përfshirë kontrabandimin e madrave apo shmangja nga pagesa e tarifave doganore ose akcizës. Megjithatë, nuk janë gjetur prova që do të dëshmonin përmbushjen e elementeve të këtyre veprave penale, duke pasur parasysh se provat e paraqitura janë vlerësuar si të besueshme dhe në mungesë të provave të tjera që do të argumentonin të kundërtën. Prokurori i shtetit ka vlerësuar se ngritja e aktakuzës mbi bazën e supozimeve dhe pa prova të mjaftueshme nuk do të ishte veprim i ligjshëm dhe profesional. Policia e Kosovës, e cila kishte ndërtuar ekip special për të hetuar rastin, në një email zyrtar i ka konfirmuar ekipit tonë se kanë një dozë të pakënaqësisë me veprimet e prokurorit në këtë rast. Në vazhdim të angazhimit ton, me datë 31 korrik 2024 dhe 5 shtator 2024, kemi zhvilluar takim konsultativ me prokurorin e Lëndës. Me që rast, kemi paraqitur kërkesa për autorizime shtesë nga prokurori i çështjes, me qëllim të thellimit të hetimeve dhe sigurimit të provave plotësuese, në bashkëpunim edhe me doganat e Kosovës dhe ATK-n. Megjithatë, për këto kërkesa nuk janë dhënë autorizime shtesë nga ana e prokurorisë. Me datë 25 maj 2025, kemi pranuar njoftim nga prokurori i prokurisë në Gjilan për pushim të hetimeve i datës 20 maj 2025. Me datë 27 qershor 2025, e kemi pranuar urdhërecën për kthimin e dëshmive të sekuestruara, me që të gjitha dëshmit u janë kthyer paleve sipas urdhërecës dhe me datë 24 korrik 2025, me akt përcjellës është njoftuar prokurori i rastit për zbatimin e urdhërecës në fjalë. Po cilat janë rregullat dhe si duhet ruajtur ari i cili është në stoqe, edhe në rast se është i familjarëve apo ari i trashëguar, në administratën tatimore shpjegojnë disa prej rregullave bazike. Në bazë të legjislacionit tatimor, konkretisht ligjit për administrimin e procedurave tatimore, është e përcaktuar që çdo mall i cili e posedon tatim paguesi në ambientet e tij, duhet më u dokumentu mbi origjinën e atij malli. Malli, dokumentet cilat e përcaktojnë origjinën e një malli që tatim paguesi e ka në posedim, për brenda vendit, transakcionet brenda vendit, do më thonë janë fatura tatimore cila duhen me ulshu në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktume në legjislacionin tatimor. Ndërsa në qoftë se malli importohet prej jashtë, atëherë dokumenti i cili e dëshmon origjinën e atij malli është dudi doganor, dokumenti unik doganorit, i cilin e lëshon dogana në momentin e zhdoganimit mallit. Me i marrë shembull argjentarit, qysh duhet ato me raportu se sa mall kanë në dyqanet e tyre? Fillimisht është dokumenti mbi origjinën që e përcakton që ai tatim pagues e ka në pronësi një mall të caktuar. Raportimet tatim pagues përveç origjinës së mallit duhet mi raportua edhe librat e blerjes, librat e shitjes për secilin transakcion të shitblerjes që e bojnë në kuadër të zhvillimit të aktivitetit ekonomik të tyre. Gjithashtu, çdo tatim pagues në bazë të ligjit për administrimin e procedurave tatimore është i detyruar që në fund të vitit me bëu edhe regjistrimin e mallrave që e ka në stoqe. Ai regjistrim duhet me qenë i gatshëm deri me 10 janar për administratën tatimore të Kosovës në rast të inspektimit nga ATK. A e marrë ai dokument aty që e ka raportuar që të mall në ATK? Po, formati për regjistrimin e stoqeve është i përcaktuar me ligj se çka duhet me përmbajt dokumenti i regjistrimit të stokut, ku fillon prej emërtimit të mallit, sasia, çmimi i kostos, kur është ble, prej kujt është ble, domethënë është format që është i përcaktuar në bazë të ligjit, se cilat elemente duhet me i përmbajt dokumenti i regjistrimit të stokut. Nëse çto dokumenta nuk ekzistojnë, atëherë ju a e konfiskoni, a e sekuestroni atë mall? Në bazë të ligjit, në momentin që te tatim paguesi gjenden mallra të cilat nuk dokumentohen mbi origjinën e tyre, administrata tatimore ka të drejtë me shqiptu zgjobën, e cila është 30% e vlerës së hapur të atyre mallrave që janë të padokumentuara.
Gjithashtu, me qëllim të përcaktimit detyrimit penal, administrata tatimore ka të drejtë me e konfisku mallin, me e mbajt në kujdestari deri në përcaktimin e detyrimit penal të atij mallit konfiskuar. Në rast se dogana e konfiskon, atëherë ata e qesin veç taksa doganore, apo edhe marrin informata për juve se a ka qenë regjistruar ky mall apo jo? Varësisht prej procedurave të doganës dhe varësisht prej legjislacionit tatimor të Kosovës, në momentin kur malli sekuestrohet apo konfiskohet prej doganës dhe dogana e lëshon një dokument të tij mbi cilin e ngarkon tatimpaguesin me detyrimet doganore, kryesisht në dogan për mallrat që importohen ngarkohet edhe TVSH, e cila paguhet në momentin e zhdoganimit, andaj po mendoj që edhe po besoj që dogana në momentin që e kthen mallin mrapa në dogan me qëllim të vazhdimit të procedurave tutje, me detyrimet tatimore ngarkon tatimpaguesin në momentin e lëshimit të dudit doganor. Në dyqane, a munden me deklaru se mallin që e kanë aty prezent, mundet me kanë i familjarëve ose i njerëzve tjerë që janë të e mbajt aty? Për qëllimet tatimore e përmenda që dokumenti i cili e dëshmon origjinën e atij malli është fatura tatimore. Pavarësisht që transaksioni mundet me ndodhë mes anëtarëve të familjes, si persona të lidhur, në momentin që nuk ka një faturë të rregullt tatimore për blerjen e atij malli, ai mall konsiderohet që nuk ka dokument mbi origjinën, do të thonë konsiderohet si mall pa dokumentacion. Në kontrollet e zhvilluara në Gjilan, dokumentacioni se i kujt dhe pse ruhet ari në këtë formë nuk ishte prezent, të paktën kështu konfirmojnë zyrtarët e doganës së Kosovës. Në fillimisht me cilin prokuror keni kontaktuat? Ja të kujtohet a keni kontaktuar me dikant për prokurorie? Duke pasur parasysh se informata ka ardhur në 2 institucione, policia ka ndërmarrë hapin e parë dhe kanë kontaktuar. Dhe me pasaj, duke pas parasysh se ta kanë vepruar para nesh, kanë marrë hapin fillestar, ne vetëm ju kemi bashkangjit dhe kemi ofruar asistencë. Njësitet antikontraband të doganës së Kosovës njihen si njësitet të cilat kanë aftësi dhe janë të trajnuar për gjetjen e hapësirave postfabrikante dhe bunkereve ku i fshehin mallrat e kontrabanduara. Qita mall që është sekuestru atëherë, a u kanë i fshehur qashtune për bunkere dhe vene të ndryshme? Një pjesë një pjesë e konsiderueshme e këtij malli ka qenë e fshehur, ndërsa pjesa tjetër ka qenë ekspozuar për shitje. Mirë po, duke pas parasysh se gjatë kohës së kontrolles, kompanitë të cilat i kemi kontrolluar kanë dështuar të sjellin dëshmi se ai mall është i zhdoganuar apo të sjellin dëshmi tjetër për origjinën e tyre, bazë kodit doganor, dogana e Kosovës e ka sekuestruar përkohësisht atë mall me qëllim të verifikimit të mëvonshëm. A keni lyp dokumentacione me pa se pse u majt ai mall ashtu? Bizneset sjellin arsyetime të ndryshme, mirë po duke pas parasysh se ai ka dështuar të na sjell dokument unik doganor apo fakturë të cilën e ka bler dikun tjetër, ne e kemi marrë me qëllim të verifikimit të mëvonshëm edhe në bashkëpunim me institucionet e tjera. Të marrë parasysh që në përditshmëri merrni me këtë punë, a bën mallin ose dukatin e shtëpisë me majnë dyqan shefun qashtu? Është problem kjo punë. Biznesi në hapësirat e biznesit mallin të cilin e ka për tregti. Në bazë ligjit të administratës tatimore me 15 janar duhet të evidentohet të bëhet lista e mallit të cilin e ka në stok dhe të kihet aty. Nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë ndonjë mall të tillë, mirë po duhet të ekzistojë një dokumentacion, një fakturë, një kontratë i cili e ka lejuar gjë për me qëndru malli aty. A ka pas në këto dyqane, a kanë pas të regjistruar? Jo, me rastin e kontrolles, gjithë malli i cili është sekuestruar përkohësisht nuk ka pas dokumentacion të origjinës, edhe si e tillë ne e kemi sekuestruar me qëllim të verifikimit të tyre. Ai mall a ditë është sekuestruar për arsye të mungesës së dokumentacionit. Ai është bërë sekuestrimi përkohshëm nga ana e doganës, shpesh herë gabojmë edhe ne, edhe palët sjellin dokumentacion që e argumenton se ai mall është i zhdoganuar. Po në këtë rast nuk e di, nuk kam pa dokumentat të tillë, besoj që policia dhe prokuroria i kanë trajtuar dhe i kanë pa se a ekziston një pretendim i tillë apo jo. Ju nuk keni ftuar pe prokurorit me bëna i hetim shtesë mas kësaj kohës? Jo, arsyeja pse nuk kemi ftuar ne, unë supozoj se për shkak që informata ka qenë konkrete se zyrtar doganor dhe policor i
ndihmojnë këtyre bizniseve me qëllim të tregtisë së paleqme dhe shitjes së mallit të kontrabanduar, unë kam supozu se policia është duke ndjekur dhe duke hetuar ata doganer dhe ata polic, edhe ne kemi qenë të përjashtuar nga ky hetim prej kontrollit që është kryer e me tutje. Shikues të nderuar, kjo është dhe një dëshmi tjetër, se pasi rastet mbyllen dhe malli i sekuestruar u kthehet pronarëve, faji tentohet të hidhet nga një institucion në tjetrin. Prokurori i Prokurisë Themelore në Gjilan Adnan Hajdari, i thirrur për me qu deri në fund hetimin, ka vendosur me mbyll atë dhe me pretendu se policia dogana nuk i kanë siguruar provat e reja, ndërsa institucionet e përmendura nga prokurori pretendojnë se pikërisht ai nuk i ka autorizuar për hetime të tjera të rastit. Zotëri Lepështica, na jemi duke trajtuar një raportim që na ka dhënë Kallzo.com, i cili flet për mbylljen e një hetimi në Prokurorinë e Gjilanit. Faji për mbylljen e këtij hetimi tentohet me udhëheq prej një institucioni në tjetrën, apo na tregon çka thot ligji kush udhëheq me hetimin në Republikën e Kosovës. Praktika e pingpongut institucional në Republikën e Kosovës është kogja e shprehur. Edhe kur e them kët, në veçantë më thonë me kompetencë në raport me gjykatën dhe prokurorinë. Edhe kjo manifestohet në disa drejtime, po drejtimi kryesor është fakti që gjykata gjithmonë në rastet kur nxjerr gjykime shfaqësuese apo liruese, fajin e hedh te cilësia e këta akuzave të cilat i ka prezantuar para gjykatës prokuroria. Në anën tjetër, prokuroria gjithmonë në veçantë në rastet e korrupsionit, sepse edhe këtu kemi një disparitet, një pabarabartësi, kur kemi të bëjmë me gjykatën, e fajson gjykatën për arsye se pretendon që standardi i gjykatës varion, ndryshon varësisht prej natyrës lëndëve të cilat prokuroria e ngrit. Me thjeshtu këta dhe ma shumë. Gjykata e fajson prokurorinë që nuk po janë akta akuzat cilësore, ndërsa prokuroria e fajson gjykatën që standardi i provuarit po ndryshon prej rasti në rast. Kur e kthejmë këtë në kontekst të çështjes tonë, ku e kemi një lloj përplasje, një lloj diskutimi, kisha me qujt institucional dhe të kompetencave në mes të prokurorisë dhe institucionit vartës në këtë rast policisë Kosovës, cilat e akuzojnë, po them kushtimisht njëra tjetrën si fajtore për dështimin e një hetimi, atëherë konsideroj që çështja merr për masa shumë ma tragjike dhe në instancë të fundit edhe e shqetëson shumë qytetarin. Pse e them këtë? Duhet pasur parasysh që në bazë të kodit të procedurës penale, dokumentit bazik që e konturon hetimin e një çështje penale, por edhe në bazë të ligjit për prokurorin e shtetit. Kompetencat e prokurorit në raport me policinë dhe anasjelltas të policisë si detyrime në raport me prokurorin janë të detajuara dhe të specifikuara dhe nuk lanë vend për dy kuptimsi. Kjo nënkupton që prokurori pa diskutueshëm është zoti i hetimit në një rast penal dhe të gjitha veprimet cilat i ndërmerr policia janë nën autorizimin e prokurorit. Mirë po, çka do të me pas parasysh në këto raste është që policia po ashtu ka rol proaktiv dhe nuk mundet edhe policia mu shfaqsu në tërësi duke hedh fajin komplet te prokurori. Situata ndryshon nëse policia ndërmerr veprime cilat janë në shërbim të hetimit dhe prokurori nuk i autorizon ato. Pra kemi propozime, kemi kreativitet nga policia për me zbarë një rast dhe prokurori nuk i autorizon, atëherë përgjithësinë duhet kërkuar tek prokurori. Por në rastet tjera, edhe policia i ka detyrimin e vet me ndërmarrë veprime konform praktikave tyne hetimore, qysh me zbarë një rast. Mirë po, në esencë dhe si parim, prokurori është zoti i hetimit, po e përsëris dhe në këtë drejtim, përgjithësia për dështimin e një rasti, hetimit të atij rasti, komplet bie mbi prokurorin i cili është duke hetuar. Dhe kjo është për disa arsye të cilat në kodin e procedurës penale dhe në ligjin për prokurorin e shtetit janë të përcaktuara në mënyrë të detajuar, i jepin përgjegjësi dhe autorizime prokurorit që policin kushtimisht dhe në mënyrë figurative po e them ta përdori si vegël, krejt kjo në shërbim të zbardhjes së hetimit të plot të një rasti. Prokurori gjithmonë duhet të jetë autoriteti i cili e dizajnon hetimin e një rasti, e përgatit strategjinë hetimore të rastit dhe policia në anën tjetër nën autorizimet e prokurorit i realizon, ekzekuton këto veprime cilat prokurori i ka përcaktuar në strategjinë e tij hetimore për një rast konkret. Nëse dështon hetimi i rastit
qoftë në fazën hetimore, nuk arrim të sigurojmë prova që mbështesin dyshimin e bazuar mirë, për me procedu tutje me akt akuzues, apo edhe nëse procedojmë me akt akuzues dhe çështja dështon në gjykat, atëherë gjithsesi përgjegjësia për dështimin e këtij rasti i atribuohet prokurorit. Përveç policisë, po edhe institucione tjera, si është dogana, ATK-ja, inspektorati policor, a kanë të drejtë me u anku diku në vendimet e prokurorit? Nëse po flasim për vendime, për mbyllje të një rasti apo për pushim të një hetimi, pala e dëmtuar, kush do qoftë, cili do institucion qoftë, përmes avokaturës shtetërore mojnë me parashtru ankesë në prokurorinë e apelit. Dhe ky është një instrument i kontrollit jashtëzakonisht i rëndësishëm, që është të rrisit që e ka sjell kodi aktual i procedurës penale. Sepse para aprovimit të këtij kodi, para hyrjes në fuqi, fillimit zbatimit të këtij kodit procedurës penale, nuk e kemi pas një lloj kontrolli mbi veprimet hetimore të prokurorit. Ka qenë diskrecion i plot i prokurorit që me vazhdu hetimin e një rasti apo nxjerrjen akt vendimit për pushimin e tij. Mirë po që nga hyrja në fuqi e kodit aktual të procedurës penale, palët e pakënaqura, viktimat, pala e dëmtuar, në rastin konkret, nëse kemi të bëjmë me institucione shtetërore, edhe përmes avokaturës shtetërore, mundin me parashtru ankesë tek prokuroria e apelit. Dhe kjo është një zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm që e vendos një kontroll të cilësisë mbi punën e prokurorit, e limiton, e kushtozon dhe e kufizon diskrecionin e prokurorit, dhe kur po e them këtë nuk po e them kontekst negativ, mirë po për kujdeset që në rast i caktuar ose kanë qenë veprime të duhura për me vazhdu tutje me hetimin dhe nuk është mbyll padrejtësisht dhe nuk ju ka cenu dikujt çfarë do lloj sigurie, ose me të vërtet e vulos rastin që prokurori i shkallës parë në këtë rast ka vendosur me përmbyll një rast në mënyrë të drejtë. A ka afat kohor kur policia mundet mu anku, kur të njoftohet për mbylljen e rastit? Afati rrjedh prej momentit kur e merr dhe konform afatet përcaktuara për ushtrimin e ankesës në kod të procedurës penale. Mirë po, çka është këtu jashtëzakonisht me rëndësi? Në situatën e rastit konkret cilën ju e keni në trajtim para vetës. Këtu konsideroj që ka një mungesë bashkëpunimi cilësor. Shihet që ka pas komunikime ndërmjet prokurorit dhe policisë, mirë po ashtu shihet që ka tendenca fajsimi ndaj edhe policia e ka njoftu autoritetin e kryeprokurorit apo më saktë ushtruesit detyrës kryeprokurorit shtetit, mirë po në anën tjetër edhe prokurori duke arsyetuar ose duke tentuar ta arsyetoj mungesën e provimit të rastit, tenton të vë barë fajin mbi policinë, çka konsideroj që në këtë rast kjo është e padrejtë për arsye se, siç e thash më herët, prokurori i shtetit është autoriteti i cili e dizajnon dhe e përcakton strategjinë e hetimit të një rasti konkret. Policia vetëm i ekzekuton ato të cilat i ka autorizuar apo urdhëruar prokurori. Në rastin konkret, nëse prokurori ka qenë tejet pasiv dhe vetëm në pritje të asaj çka po sjell policia apo dogana dhe nuk ka propozuar, nuk ka autorizuar ndërmarrjen e veprime konkrete, atëherë përgjegjësia mbetet tërësisht te prokurorit. Ju keni qenë edhe antar i grupit për hartimin e kodit ri. Po gjykata çka mundet me bën qit rast? A mundet veç me marr si të kryme për shkak se prokurori po propozon mbylljen e rastit, a mundet edhe me autorizu hetime tjera, me kthy rastin? Konform dispozitave të kodit të procedurës penale, roli i gjykatës në fazën hetimore, përveç aprovimit të urdhërave dhe kërkesave të prokurorisë, në drejtim të vazhdimit apo mos vazhdimit të një hetimi penal, në situatën konkrete të cilën ne kemi para vetës ku kemi vendim për pushimin e hetimit si rezultat që nuk kemi provat mjaftueshme për me vazhdu tutje, roli i gjykatës është inekzistent dhe i parëndësishëm. Çka është e rëndësishme në këtë rast dhe çka mund të rikuperohet kushtimisht të evitohet ndonjë pasojë që mund të jetë shkaktuar nga mbyllja apo pushimi i hetimit, është ushtrimi i ankesës konform afateve që i ka përcaktuar Kodi i procedurës penale dhe shqyrtimi i ligjshmërisë së këtij akti nga prokuroria e apelit. Gjykata në këtë rast nuk e ka asnjë rol dhe asnjë mundësi me ndiku në vazhdimsinë apo jo të hetimit në rastin konkret. Shikues të nderuar, kemi denoncuar një rast tjetër ku hetimet e një pune të policisë janë mbyllur në prokurori. Mbesim me shpresën se kjo situatë të zbardhet pas transmetimit të këtij emisioni. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.